Prej mbi 700 grave të cilat u janë bashkuar grupeve ekstremiste të dhunshme në konfliktet e Sirisë dhe Irakut, mbi 40 prej tyre janë nga Kosova. Ulëmtimi i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë vën në pas se pas Bosnjës me 60 gra pjesëmarrëse, Kosova rënditet e dyta në rajon. Kosova rënditet e dyta, për shkak se ka 44 gra që ju kanë bashkuar konfliktit të Sirisë dhe Irakut, Bosnja ka 60, dhe më pastaj vazhdojmë me Maqedoninë, Shqipërinë dhe Serbinë së fundi. Pothuajse të gjitha gratë pjesëmarrëse detyrohen nga burrat e tyre t'ju bashkohen këtyre luftrave. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë nuk e përjashtoi mundësinë e abuzimit seksual të këtyre grave. Këto gra nuk ja leju me marrë pjesë në grupet ekstreme. Jeta atyre ka qenë kryesisht sipas ndoshta në një formë ma patriarkale ku ato kanë gatu, janë kujdes për burrat, kur t'i vdesin burrat në konfliktin e Sirisë dhe Irakut, atëherë pas 40 ditëve atyre ju pamundsohet jeta, nuk I lejojnë me dalë jashtë shtëpive, nuk I japin ndoshta ushqim. Njohurit mbi fen te këto gra janë të ulta, ndonjëherë shumë të ulta. Në anën tjetër ka edhe një gjë tjetër dhe mendoj se mbase ky do të jetë një shqetësim që do të na trazojë vonë, por që ka të bëjë pikërisht me këto gra dhe jo vetëm me viktima të ekstremizmit të dhunshëm, por edhe viktima të dhunës seksuale. Nuk mund ta përjashtoj mundësinë që të ketë qoftë gra apo burra që janë bashkangjitur konfliktit, që aktualisht janë konflikt, apo që edhe janë rikthyer në vendin tonë dhe eventualisht mund të jenë jashtë këtyre statistika. Shqetësuese u pa mos integrimi I atyre grave që janë kthyer në Kosovë nga luftrat e huaja, për cilat u tha se janë të izoluara. Qendra Kosovare Sigurisë rekomandon që këto gratë përfshihen në programe si pjesë e strategjisë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ju rekomandua Bashkësisë Islame të Kosovës që t'i ofrojë më shumë hapësirë grave që duan të jenë aktive në kuadër të këtij institucioni.